që e bojmë për herë të parë në gjuhën shqipe për media tona lidhur me raportimin për personat me aftësi të kufizuar në media. Shkasja po shtyse parë që na ka dhënë idenë për me fillu në këtë kemi pa vështirësi që kemi gjatë raportimit, që lidhen në radhë parë dhe që është shumë e rëndësishme me qasjen që ka media ndaj personave me aftësi të kufizuar, edhe në fund tek terminologjia që ne përdorim dhe mënyra se si prezentojmë. Media ka një rëndësi të madhe në këtë pjesë, sepse mënyra që na prezanton media në publik ndikon tek mënyra se si qytetarët e pranojnë ose publiku e pranojnë vetë komunitetin. Media luajnë një rol të rëndësishëm në prezantimin e duhur, në ngritjen e vetdijes, në formimin e publikut në raport me personat me aftësi të kufizuara dhe nevojat e tyre që kanë përgjegjësi në shoqëri. Si Kosovë ne jemi të orientuar me gjithë institucionet për një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe në gjitha segmentet e jetës në Kosovë jemi të orientuar drejt gjithëpërfshirjes. Kështu që dhe në këtë pjesë media luajnë rol të rëndësishëm sepse ndihmon shumë këtë proces. Media ndihmon në luftimin e stigmës, paragjykimit, fjalorit ofendues dhe deri në krijimin e qasjes pozitive. Janë 2-3 qasje që ne shohim shumë të pranishme në media, mënyrën se si trajtojnë personat me aftësi të kufizuar. E para, ajo që unë besoj që në pjesë të madhe kemi të kaluar tashmë qasjen nënçmuese ose fyse. Fjalori ofendues dhe fyes ndodh rrallë, dhe zakonisht ndodh kur persona në ambiente që nuk kanë bërë me personat me aftësi të kufizuara përdorin fjalorët e tyre, jo direkt me personat, por në raportet e tjera që na ndodh deri në ambiente qoftë edhe të kuvendit të Kosovës ku kemi pas fjalor jo të përshtatshëm dhe si shoqata të aftësisë kufizuar shumë e rrezikshme të reagojnë edhe të detyrojnë të kërkojnë falje për fjalorin e gabuar. Qasja tjetër që është shumë e pranishme dhe që ne konsiderojmë ndanshme është qasja mëshiruese, kur trajtohen përmes fjalorit, përmes qasjes mëshiruese, kur flitet me keqardhje, me intonacionin e tillë që tek njeriu të ngjall ndjenjat, për shkak se media shumë herë synon këtë me nxit ndjenjat. Ata mendojnë që është mënyra më e mirë për me nxit solidaritetin e mirëkuptimit, por ne mendojmë se kjo lloj qasje nuk i bën mirë dhe në thelb, në prapavit saj përsërisht nga një lloj paragjykimi. E ngjashme me këto janë dhe rastet e egzagerimit, kur nganjëherë me dëshirën që ka media me bë mirë dhe kjo ndodh të gazetarë që nuk kanë shumë përvojë, egzagerohen veprimet zakonshme që personat me aftësi të kufizuara i bëjnë çdo ditë në jetën e tyre, prezantojnë sikur vepra të mëdha, sikur guximshme, që përsëri në prapavit saj ka një paragjykim sepse mendojnë që në kontrarrojnë shumë. Dhe ajo që është tjetër qasja e pranishme dhe që ne jemi shumë të interesuar të reagojmë është ignorimi. Është kur i shmangin personat me aftësi të kufizuara, qoftë në rrugë në intervistat për jetën e përditshme, qoftë në emisione. Kur këta persona paraqiten në media zakonisht ndodh kur është dita kushtuar personave me aftësi të kufizuara, dita kushtuar shkopit bardh apo brajit apo dita ku shënojmë për personat me autizëm e gjëra të tilla, ose në tema që kanë bëjnë me ta. Ne mendojmë që personat me aftësi të kufizuara do të flasin për të gjitha temat, jo vetëm për ditët e tyre dhe jo vetëm për tema që kanë bëjnë me ta. Ata duhet të flasin edhe për muzikën, për sportin, për ekonominë, për financat, për gjitha, ashtu sikur gjithnjë, sepse kjo është shoqëria gjithëpërfshirëse ku ne duhet të ndërtojmë në Kosovë. Në këtë kuptim, edhe njerë duhet falenderoj të gjithë ata që na kanë ndihmuar në këtë punë. Asociacionin e gazetarëve të Kosovës që na kanë ndihmuar me ekspertizën dhe me kolegialitetin e tyre, Komisionin e Pavarur për Media, kolegët, bashkëpunëtorët nga institucionet të ndryshme, shoqatat e personave me aftësi të kufizuara në pjesë të cilëve janë sot këtu, dhe për fund kryesorin KCSF-n që na ka dhënë mbështetje në përgatitjen e këtyre materialeve dhe që gjithmonë na ndihmojnë sa herë kemi projekte lidhur me personat me aftësi të kufizuar dhe ne vërtet jemi shumë falënderues për të. Ma përmendja që nuk ka të bëjë vetëm me terminologjinë, po janë edhe format se si të shprehen me ta, si të punojnë me ta, edhe i bashkangjit në pikrisht që asaj pike ku edhe gazetarja e nderuara zonja Lume e cili që mediat shumë
shumë pak i thirrin personat me aftësi të kufizuar në për panele, në për debate, në për vetëm atëherë kur kanë aktivitete, do të thonë, çdo aktivitete që shënohen në aspekt periodik apo vjetor. Kështu që si të njoftoj edhe autori, unë shpresoj që ma në fund ky udhëzues ka me hijen përdorim të gazetarët, të gjitha mediat, edhe sidomos shumë impresionuese është që edhe zëvendësat e institucioneve të njoftohen me këtë udhëzues kur t'japin komunikata për media. Pra, e përgëzoj autorin edhe ky udhëzues inshallah shkon edhe të çdo gazetar edhe të çdo media. Përgjithësi me Enver, po ashtu edhe për KCSF-n, por edhe për bashkëpunëtorët, sepse jo letë dhe thonë që punët e mira janë zinxhirore, bashkë me ata që i vlerësojnë edhe i promovojnë personat me aftësi të kufizuar vetëm në këtë mënyrë. Sepse tryeza të shumta ka që organizohen, por asnjë udhëzues dhe doracak sikur sot që unë e konsideroj një epokë të re të zhvillimit, po dhe të sensibilizimit, jo vetëm për gazetarët, por edhe për institucionet vendore, sepse edhe me përvojën time, tash edhe si anëtare bore të Komitetit Paralimpik Evropian, më besoni që nuk është kjo vetëm në Kosovë që mediat ingatrojnë terminologjinë pa dashje, apo dhe të mos informimit të tyre, jo vetëm në lëvizjen paralimpike, por edhe në çështjet e ndryshme sa i përket persona me aftësi të kufizuar. Uroj që tashmë veç do të përdoret edhe ne si Komitet Paralimpik, do dëshironim që të kemi materialet udhëzuese që të shpërndajmë tek federatat parasportive, por edhe tek redaksit sportive që janë në televizionet tona, dhe kjo është mënyra më e mirë dhe përgëzime, po them, por edhe për bashkëpunëtorët, edhe po fillojmë, po urojmë që edhe në Komitet Paralimpik do ta kemi një doracak këtë e kemi edhe synet, vizion, por që vetëm të shohim edhe televizjes paralimpike, po terminologjisë sportive që është e mëse e domosdoshme, po them, jo vetëm për gazetarët, për institucionet tona vendore dhe vetë sportistët.